Atëre, sot do bëj dhe këtoja biskotat që bëhen me miell bajame siciliane. Do të hedhim dhe sheqer plur. Vazhdojmë procedurën. Do hedhim 250 gram farni miell bajame, 125 gram sheqer plur, dhe i trazojmë. Atëre, dikush më shkruajti më tha që bëj çik videot pak më të shkurtra. Nuk e mora për ofendim, po unë thjesht i bëj videot pak më të gjata që i shpjegoj që njerëzit ta marrin kushdo ta gatojë apo ta bëj recetën më saktë. Si nuk mbeti që le ta dini, do të hedhim dhe 2 të bardha veze. Tani do ta përzim mirë që të na vi impasto plot. Pasi e kemi bërë kështu si tip role, e presim. Marrim i bëjmë me sheqer plur dhe kështu vazhdojmë. Akoma vazhdojmë se s'kemi mbaruar. Këto ishin amësirat e mia të preferuar në Sicili. Këto 8 të tjera do t'i bëj kështu, sikur i ka pickuar dikush, të dalin kështu. Dhjetë i bera normal edhe 8 kështu. Dhe jam si na dolën. Tani do t'i vendosim këto qershit. Tani do t'i këtu në mes do t'i shtyp pak. Të gjitha. Dhe do të vi kështu. Dhe tani vendosim qershit lart. Janë shumë të thjeshta. Dhe ja, si na dolën. Tani do t'i vëmë në furrë për 25 minuta. Na meti vetëm një pa qershi, po s'ka gjë.